mbylli sytë ngadalë, merr një frymarrje të thellë, të qetë, dhe nxjerrë ngadalë dhe butësisht. Ndërsa frymon, lejoje trupin të çlirohet plotësisht. Lejo mendimet të qetësohen, si një liçen në agim. Ndjeje zhurmën e butë të natyrës përreth teje. Era që lëkun gjethet, zogjët që cicerojnë në largësi, dhe zemra jote që rrej në ritmin e saj të bukur, të qetë, plot shëndet. Tani dëgjo me zemër të hapur, me mendje të hapur, me trup të relaksuar, të qetë. Diçka e bukur, diçka e mrekullueshme po ndodh për mua tani. Kjo fjalë është si një fllatë shprese që mbështjell gjithë qenien time. Edhe pse nuk e shoh ende, e ndjej praninë e saj. Një rrezë drite është duke hyrë në jetën time tani. Çdo frymarrje më ofron më pranë mrekullisë time. Çdo frymëzjerje më çliron nga frika, nga dyshime. Jam e hapur për të marrë, jam gati të pranoj bekimin tim tani. Diçka e bukur po ndodh për mua tani, pikrisht tani, në këtë moment. E ndjej një ndryshim të butë brenda meje, si një lule që qel në heshtje, si një rreze që shpërndan errësirën. Zoti më do, më sheh, më njerë dhe më udhëheq mua tani. Ai ka mbjell farat e së mirës në jetën time, dhe tani, pikrisht tani, ato po lulëzojnë. Diçka e mrekullueshme, e bukur po ndodh për mua tani, pikrisht tani, në këtë moment. Lejoje trupin të pushoj. Shpirti yt është duke u ngrohur nga drita e shpresës. Në këtë moment, paqeje, gjithçka është në rregull. Gjithçka është ashtu si duhet të jetë. Bekimet janë rrugës drejt meje. Dashuria, shëndeti, gëzimi, përmbushja, po më ofrohen në ritmin e tyre hyjnor. Unë pranoj, unë besoj, unë falenderoj. O Zot, faleminderit për gjithçka që po më jep. O Zot, faleminderit për këtë jetë. O Zot, faleminderit për këtë qast.
Dhe me këtë ndjenje të thellë mirënjohje, qëndro edhe pak në heshtje, në paqe, në dritë, në besim, sepse diçka e bukur, diçka e mrekullueshme po ndodh për mua tani, pikërisht tani, në këtë moment.